A keni punuar në institucionet apo ndërmarrje shtetërore, në kooperativat apo ndërmarrjet bujqësore përpara 1 janarit 1994 dhe sot që jeni në prag të daljes për pension shtroni pyetjen nëse do t'ju njihen të plota të gjitha këto vite pune për pension? Ligji nr. 7 i vitit 2025 ofron pikërisht mundësinë e njohjes së plotë të gjithë viteve të punës që ju keni realizuar përpara 1 janarit 1994. Të nderuar miq, në episodin e 17 Takimet e UTën do të shpjegojmë hap pas hapi se si ju të realizoni një aplikim për pension pleqërie, por njëkohësisht të kërkoni edhe zbatimin e ligjit nr. 7 të vitit 2025. Nga ana tjetër, unë do të mësoj se si të shmangni gabimet e mundshme të cilat mund të sjellin edhe një problematik ose një dëm në pensionin tuaj të ardhshëm. Unë ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanuna Kortoçi, të lini pyetje dhe komente tuaja. Unë do t'i përgjigjem personalisht me kënaqësi në momentin më të parë. Nderuar miq, le të fillojmë udhëtimin ton të përbashkët për të mësuar se si të aplikoni për pension pleqërie. Duhet keni në ndjeni dhe njëkohësisht në konsiderat të nderuar miq që aplikimi bëhet vetëm online. Dhe më tej, dokumentat fizik, si do ta shpjegojmë edhe përgjatë episodit ton, do të dorëzohen pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Dhe fillojmë me aplikimin online. Aplikimin online bëhet pranë faqes ose pranë portalit e-Albania. Duhet keni në konsiderat që përpara se të filloni aplikimin, të keni me vete kartën tuaj të identitetit, të keni kodin hyrës për në portal, njëkohësisht telefonin duhet ta mbani pranë vetes dhe nga ana tjetër duhet të keni edhe të gjitha dokumentat të cilat dëshmojnë vitet tuaja të punës. Kur juve hyni në portalin e-Albania, do zgjidhni kategorinë qytetar, pa do hyni si qytetar, dhe në tej, pasi juve keni shkruajtur kredencialet tuaj, që në këtë rast janë numri juaj personal, kodi hyrës për në portal, sistemi do t'ju dërgojë një numër, i cili është një numër një përdorimësh, që shërben si shkalla e dytë e sigurisë për të hyrë në portal. Pasi ju keni hyrë në portal dhe ju shfaqet në ekran faqja juaj, ku identifikohet edhe emrin tuaj, juve do të zgjidhni një opsion që është aplikim për pension pleqërie suplementare të tjera. Në momentin që zgjidhni këtë opsion, në ekran do të shfaqet faqja e aplikimit për pension dhe në fund të ekranit juve do klikoni mbi butonin përdor. Në këtë mënyrë juve keni filluar aplikimin tuaj për pension pleqërie. Siç e shihni edhe në ekran, të nderuar miq, aplikimi për pension pleqërie, sistemi ju ofron një formular të gatshëm, të cilat unë ju këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm në plotësimin e tij. Të lexoni të gjitha fjalët, të plotësoni me saktësinë më të madhe të gjitha të dhënat, në mënyrë që të keni një plotësim ose një kërkesë për pension pleqërie shumë të saktë. Dhe të fillojmë të nderuar miq. Ndjeki me vëmendje, si shfaqet edhe në ekran, hap pas hapi plotësimin e këtij formulari. Fillimisht të nderuar miq, ju të duhet që të keni ose të plotësoni dy të dhënat e para. E para duhet të zgjidhni degën e sigurimit shoqëror, që në këtë rast është dega rajonale e sigurimit shoqëror. Neve për lehtësinë tuaj kemi zgjedhur degën e Tiranës dhe njëkohësisht opsioni i dytë është zgjedhja e agjencisë lokale të sigurimeve shoqërore. Nëse neve do klikojmë këtë buton, ne do shohim dhe dy opsione. Opsioni Tiranë dhe Kavaj. Neve në këtë rast zgjodhëm rastin e opsionit Tiranë. Siç e shohim në këtë rast, formulari ka disa të dhëna që janë të dhënat tuaja personale që vijnë të gatshme nga sistemi. Vjen i gatshëm nga sistemi numër personal, emër, atësi, mbiemri i martesës për zonjat dhe ndërkohë që kemi edhe numrin e aplikimit që ju bëni dhe njëkohësisht datën e regjistrimit. Kur flasim për datën e regjistrimit në këtë rast, është data në të cilën juve po bëni aplikimin. Të dhënat e para që ju plotësoni janë ato të dhënat personale, si vendlinja dhe adresa e banimit.
Është shumë e rëndësishme që duke i lexuar me vëmendje të gjitha këto informacionet që jep formulari, juve në këtë rast i plotësoni në mënyrë të saktë. Kur flasim për adresën e vendbanimit tuaj, juve do të përcjellni adresat e reja të regjistruara, sepse neve përgjatë formularit do shohim edhe adresat e mëparshme që keni patur që vetë formulari i kërkon. Të nderuar miq, në këtë pjesë të parë ose në këtë sesion të parë janë të dhënat personale tuaja. Ndërkohë, në pjesën e dytë fillojnë të dhënat e pensionit. Dhe siç do të shikojmë, si shfaqet edhe në ekran, keni kërkesën numër 2. Kërkesa numër 2 në këtë rast lidhet drejt për drejt me llojin e pensionit me të cilën ju duhet të aplikoni. Në ekran ju shfaqen të gjitha kategoritë që formulari përmban për llojet e pensionit. Juve mund të aplikoni për pension social, për pension pleqërie të reduktuar, pension pleqërie si nën me shumë formime me radhë. Ajo që juve do të zgjidhni është në këtë rast që neve do ta përdorim e do ta shpjegojmë edhe përgjatë ditës së sotme, është pension pleqërie në mbështetje të nenit 31. Çfarë do thotë kjo? Ku flasim për pension pleqërie në mbështetje të nenit 31, i referohet gjithmonë ligjit të sigurimit shoqëror që është ende në fuqi, i hyr për herë të parë në fuqi në 1 tetor të vitit 1993 dhe ka të bëjë me kategorinë atyre qytetarëve të cilët kanë plotësuar më shumë se 15 vite kontributive. Dhe atëherë këta qytetarë kanë të drejtën të përcjellin kërkesën për pension pleqërie, por nga ana tjetër të drejtën për pension pleqërie mund ta përcjellin në bazë të këtij neni edhe nënat me 6 fëmijë. Më tej të nderuar miq, siç e shikoni edhe në ekran, juve vijoni me plotësimin e formularit. Formulari në këtë rast në pikën e 3 ka një kërkesë. Kërkoj të përfitoj shtesën mbi pensionin konform nenit numër 33 të ligjit që sa përcaktuam, që është ligji numër 7305 i 11 maj 93. Çfarë do thotë neni 33? Neni 33 të nderuar miq, i përket asaj kategorie qytetarësh të cilët edhe pse kishin mbushur moshën për të dalë në pension, nuk dolën në pension, por vijuan të jenë pjesë e tregut punës dhe ne në këtë rast i mundson që këta qytetarë, të cilët nuk kanë dalë në pension, por kanë vijuar të jenë pjesë e tregut punës, atëherë ata në këtë rast kanë një përqindje përfitueshmërie mbi çdo muaj për periudhën që cilën ata kanë punuar, por nuk kanë përfituar pension pleqërie. Vijojmë në këtë rast të shpjegojmë se për nenin 33 në këtë rast, nëse juve jeni i kësaj kategorie, atëherë juve klikoni mbi këto buton. Nëse ju nuk jeni qytetar të kësaj kategorie, atëherë këtë buton e lini. Pa klikuar, pra e lini fushën e bardhë. Vijojmë më tej, si shfaqet edhe në ekran, me kërkesat e tjera. Kërkesa e tretë lidhet me kërkesën që bëhet për përfitim kompensimit për energjinë elektrike, dhe energjinë elektrike në këtë rast na jepen 2 kategori. Sipas VKM-s numër 565, dhe kjo VKM në këtë rast 565 i referohet VKM-s së datës 9 gusht 2006, e cila përfshin kompensimin për efekt të rritjes së çmimit të energjisë elektrike për nivelin e konsumit 200 kWh. Dhe kjo ofrohet për të gjithë kryefamiljarët që përfitojnë një pension pleqërie shtetëror dhe jetojnë vetëm ose kanë fëmijë në ngarkim të cilët janë pa të ardhura. Ndërsa VKM-ja numër 8, që i referohet datës 14 janar 2015, përfshin kompensimin e energjisë elektrike për kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror ose pension pleqërie fshati, por që janë me banim në qytet dhe nuk kanë antar të familjes të punësuar ose të vetë punësuar. Ndërkohë, kur flasim për kompensim për të ardhurat të tjera, janë në këtë rast kompensimet të ndryshme për kategoritë në këtë rast që ofron baza ligjore. Si shohim në ekran të nderuar miq, pika e 4 kërkon se ku juve duhet i tërhiqni të ardhurat tuaja.
Në këtë rast, formulari na jep dy kategori ose na jep dy mundësi. Juve mund t'i tërhiqni pranë qendrës paguese të postës shqiptare ose pranë bankës, pranë një nga bankave të nivelit të dytë. Këtu në këtë rast bëjmë një parantezë shpjegimi të nderuar miq. Aktualisht, ligji shqiptar parashikon që tërheqja e pensionit qytetarët mund ta bëjnë sipas zgjedhjes së tyre. Dhe vetë formulari i jep dy mundësi. Të gjithë ato qytetarë të cilët kanë një llogari bazike në bankat e nivelit të dytë, që llogaritë bazike nuk kuptohet që nuk paguajnë komision dhe janë për pensionistët, ata në këtë rast duhet të zgjedhin opsionin në bank. Pra nëse duan që e ardha e tyre të pensionit tu kalojnë në bank dhe ata ta bëjnë tërheqje në një nga degët e bankave të nivelit të dytë ose aty ku ata kanë këtë llogari. Në këtë rast do duhet, nëse zgjidhni opsionin bank, do duhet në këtë rast të shkruani në mënyrë shumë të saktë edhe numrin tuaj të llogarisë, njëkohësisht dhe bankën në të cilën doni të bëni t'ju bëhet derdhja. Nëse juve në këtë rast do zgjidhni opsionin që juve të ardhur t'i tërhiqni në një nga zyrat e postës shqiptare, atëherë në këtë rast do zgjidhni pikërisht këtë opsion. Njëkohësisht, siç e shikoni edhe në ekran, ku ju zgjidhni qendrën paguese që t'jetë posta shqiptare, dhe ju kur klikoni mbi këtë buton, aty në këtë rast do duhet që të përcjellni një numër. Dhe ky është numri në këtë rast i postës, pra i zyrës postare, që është më afër vendbanimit tuaj, ku ju në këtë rast të duhet të tërhiqni pensionin tuaj. Pra juve do kërkoni, ose i kërkoni në këtë rast pensionin shqiptare, që pensionin tuaj t'ja u dërgojnë, ose në një bank të nivelit të dytë, pra në një llogari tuaj personale, ose në postën shqiptare dhe ju të shkoni të tërhiqni atje. Pra të nderuar miq, edhe pse mund të duken si gjëra të thjeshta, por në këtë rast janë gjëra shumë të rëndësishme, ndaj duhet të jeni shumë të saktë në të gjithë informacionin që juve në këtë rast e publikoni. Vijmë të nderuar miq me pikat e tjera. Siç e shikojmë në ekran, ajo çka është tashmë më e rëndësishme është deklarata për ndryshim të vendbanimit gjithmonë nëse ka. Çfarë do thot në këtë rast? Kur flasim për deklaratat e ndryshimit, në këtë kohë të thotë që juve nëse gjeni në një adresë të ndryshme banimi nga e mëparshmja, atëherë në këtë rast ju do duhet të shënoni adresën e re. Vim në pjesën më të rëndësishme të formularit, vim në pjesën e deklarimit të viteve tuaj të punës. Në fillim të episodit të nderuar miq, unë shpjegova që ju duhet keni me vete të gjithë dokumentacionin i cili dokumenton ose ka të shënuar vitet tuaja të punës dhe institucionet ose ndërmarrjet ku i keni realizuar ata. Siç do ta shikojmë në ekran të nderuar miq, juve në këtë rast do filloni të plotësoni të gjitha të dhënat për çdo ndërmarrje pune dhe për çdo periudhë pune që ju keni realizuar, ashtu në këtë rast siç i keni të pasqyruar në dokument. Dhe siç do ta shikojmë në ekran në këtë rast, juve mund të merrni të dhënat ose nga libreza juaj e punës, ose në këtë rast nga vërtetimet që mund të keni marrë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Dhe të fillojmë të nderuar miq, ta plotësojmë këtë pjesë kaq shumë të rëndësishme të formularit. Fillimisht në këtë rast do filloni nga periudha më e hershme, pra kur ju keni filluar punë për herë të parë. Fillimisht në këtë rast formulari kërkon të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet përpara vitit 1994. Juve në këtë rast, si shfaqet edhe në ekran, deklaroni se keni punuar, për shembull, në ndërmarrjen 21 dhjetori, në kantierin numër 5 për shembull në Tiranë, nga data 5 janar 1988 deri në datën 31 dhjetor 1989. Lloji i punës që keni kryer dhe në kolonën e fundit keni 3 opsione. Vërtetim, librezë apo të tjera. Çfarë do të thotë kjo 3 opsione? Do të thotë të nderuar miq që juve këto të dhëna që po deklaroni janë të dhëna që ju i keni marrë ose nga libreza e punës, ose në këtë rast nga vërtetimi, që zakonisht u lëshon Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ose nga një dokument tjetër. Dhe juve për çdo të dhënë pune që përcjellni, do të shkruani edhe burimin nga e keni marrë. Në rastin konkret, nëse të dhënat juve i keni marrë nga libreza, atëherë në këtë rast do të zgjidhni opsionin librezë. Dhe duhet keni në konsiderat të nderuar miq që juve gjithçka
që keni të shkruar në librezë nga njëra datë në datën tjetër, profesionin ose punën që keni kryer dhe ndërmarrjen, do duhet i shkruani një pas një dhe gjithmonë duhet të zgjidhni opsionin. Nëse keni marrë nga libreza, do zgjidhni opsionin librezë, dhe nëse e keni marrë në këtë rast nga vërtetimi i Institutit Sigurimit Shoqëror ose nga një dokument tjetër, do zgjidhni opsionet. Është shumë e rëndësishme, të nderuar miq, që juve në këtë rast jeni shumë të saktë në të dhënat që shkruani, në mënyrë që të jeni sa më korrekt në kërkesën tuaj dhe të jetë një kërkesë e cila mos ketë asnjë gabim. Të nderuar miq, në të dhënat që juve përcjellni në këtë rast, është shumë e rëndësishme që këto të dhënat të jenë të dhënat reale që juve i keni edhe në dokumentet tuaja. Vijojmë më pas me atë çka kërkon formulari, siç e shikoni edhe në ekran. Në këtë rast juve ju kërkohet në pikën B2. Deklaroj se dua të trajtohem sipas ligjit numër 7/2025, që është ligji për njohjen e periudhave të punës në institucione shtetërore, në ish-ndërmarrje shtetërore, në ish-ndërmarrje bujqësore dhe në ish-kooperativat bujqësore për efekt pensioni në sistemin e sigurimeve shoqërore. Të nderuar miq, neve e theksuam në fillim që nëse juve doni që kërkesën tuaj për pension ta realizoni duke u mbështetur dhe duke kërkuar zbatimin e këtij ligji, juve në këtë rast duhet të klikoni mbi këtë buton. Nëse juve bëni kërkesë për pension, por nuk doni zbatimin e këtij ligji, atëherë duhet ta lini këtë buton të pashtypur, pra duhet ta lini të bardhë. Dhe këtu, të nderuar miq, duhet të ndalem për të bërë një shpjegim për ju. Çfarë do të thotë në këtë rast që të kërkoj zbatimin e ligjit? Kur neve kemi shpjeguar që në fillim kur ky ligj ka hyrë në fuqi, që ligji do të njohë automatikisht të gjithë vitet tuaja në këtë rast, do të thotë në këtë rast që juve do bëni një deklarat, pra plotësimi të dhënave për vitet tuaja të punës është deklarata juaj. Dhe juve do ta përfitoni të plot të periudhë duke mbështetur mbi atë që njihet kërkesa deklarative. Kjo kërkesë deklarative do thotë që në këtë rast, nëse juve keni një mangësi në dokumentacion, ligji ju njeh dhe ju mundson t'ia njohni të plot të gjithë të periudhë. Ndaj, të nderuar miq, është shumë e rëndësishme që ju kur përcaktsoni kërkesën për pension dhe kur ju keni mangësi në periudhën tuaj të punës, të zgjidhni opsionin B2, që është trajtimi i pensionit sipas ligjit numër 7 të vitit 2025. Nëse juve, të nderuar miq, i keni të gjithë dokumentacionin e plot, të rregullt dhe gjykoni që nuk keni nevojë për mbështetje nga ky ligj, atëherë juve në këtë rast mund edhe të mos e zgjidhni këtë opsion. Por gjithmonë duhet jeni shumë të vëmendshëm, shumë të kujdesshëm. Nëse ka qytetarë të cilët kanë për shembull një problematik të tillë, këtë problematik neve themi për shembull, ai ka të shënuar në librezë datën e fillimit të punës dhe njëkohësisht datën e mbylljes së punës, por ndërkohë, kur ai ka bërë një kërkesë pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore për vitet e tjera të punës dhe ka rezultuar që në regjistër ai nuk e ka datën e mbylljes së punës, në një rast të tillë, unë ju rekomandoj që të zgjidhni aplikimin për pension mbështetur dhe duke kërkuar edhe zbatimin e ligjit 7/2025 në mënyrë që ta përfitoni të plot këtë periudhë duke mbështetur mbi të dhënat që juve keni në librezë. Të nderuar miq, është themeltare në gjithë aplikimin tuaj pikërisht kjo moment në cilën juve po bëni aplikimin, nëse do kërkoni apo jo zbatimin e ligjit. Por neve kemi thënë, të nderuar miq, dhe kemi shpjeguar që është shumë e rëndësishme që juve kërkoni zbatimin e ligjit, juve do duhet dokumentoni në këtë rast edhe vendbanimin tuaj që ka qenë i njëjtë. Në këtë rast, kur juve zgjidhni opsionin B2, që në kupton në këtë rast zbatimin e ligjit 7 të vitit 2025 për pensionin tuaj, do të shfaqet në ekran një kërkesë e re në këtë rast nga ana e sistemit, i cili do të kërkojë edhe adresën tuaj të mëparshme, pra adresën përpara vitit 1993, 1 tetorit 93, që ka qenë periudha ku ka hyrë në fuqi ky libër. Ku ka hyrë në fuqi ky ligj. Dhe këtu në këtë rast duhet shkruani adresën tuaj të vjetër të banimit me ato të dhënat e mëparshme. Dhe kjo është mënyra që juve deklaroni që keni qenë
Pra plotësoni atë kriteret dhe atë kushtet e ligjit që keni qenë gjithmonë banuesi kësaj adrese, dhe kjo është elementi i dytë në këtë rast që kërkon ligji në mënyrë që juve ta përfittoni të plot këtë periudhë sigurimi siç e keni në librezën tuaj ose siç e keni deklaruar. Mbijojmë të nderuar miq në pjesën tjetër të aplikimit dhe siç e shikojmë edhe në ekran. Kërkohet në këtë rast që të deklaroni nëse keni periudha sigurimi të realizuara në shtetet e huaja në mes të cilën kemi marrëveshje dypalshe. Të nderuar miq, ky është një element realisht shumë i rëndësishëm dhe këtu kemi një ndërlidhje të ligjit numër 7 të vitit 2025, kur aplikojmë dhe bëjmë kërkesën për pension, me marrëveshjet shumëpalëshe. Neve së fundi në një korrik të vitit 2025 kemi hyrje në fuqi të marrëveshjes për sigurimet sociale mes Shqipërisë dhe Italisë, dhe në këtë rast kemi marrëveshjen e cila ndihmon njohjen ose bashkimin e periudhave kontributive mes dy shteteve. Neve thamë që në fillim të aplikimit që kur juve zgjidhni opsionin pension pleqërie neni 31, njëkohësisht nënkupton që juve keni realizuar këto 15 vite kontributive si një periudhë minimale, por nëse ky realizim i viteve kontributive si periudhë minimale vjen si pasojë e bashkimit të periudhave kontributive, atëherë do të thotë në këtë rast që ju duhet klikoni mbi këtë buton, që në këtë rast do të thotë që juve duhet i bashkangjisni edhe dokumentat e periudhave tuaj të sigurimit të realizuara në shtetin që juve keni kryer marrëdhëniet e punës. Dhe nëse ju zgjidhni këtë buton, siç do ta shikoni edhe në ekran, juve në këtë rast do t'ju shfaqet një listë dhe do t'ju shfaqet pikërisht lista e shteteve me të cilën Shqipëria ka marrëdhënie. Në këtë rast neve do shikojmë që kur juve klikoni deklaroj që kam periudha sigurime të realizuar në shtetet e huaja me të cilën Shqipëria ka marrëveshje, në rastin konkret mund të zgjidhni rastin e Kosovës, ose mund të zgjidhni rastin e Italisë, ose në këtë rast mund të zgjidhni rastin e Kanadas, pra ku juve i keni kryer këtë marrëdhënie. Në momentin që juve zgjidhni një nga shtetet, atëherë automatikisht ju do duhet që të përcjellni edhe dokumentacionin që kërkohet. Por kujdes të nderuar miq, sepse dokumentacionin që juve duhet të përcjellni duhet të jetë në këtë rast i gjithi në formatin PDF. Një format të ndryshëm në këtë rast nuk është e lejueshme ose nuk përcillet dokumentacioni. Mëtej të nderuar miq, siç e shikojmë edhe në ekran, në pikën C në këtë rast kërkohet të deklarohet në përgjegjësinë time personale se kam shkëputur marrëdhëniet financiare me subjektin. Flitet në këtë rast për subjektin e fundit të marrëdhënieve të punës ju keni, dhe shënoni emrin e subjektit dhe datën në të cilin i keni shkëputur marrëdhëniet. Vijoj me pikën D që kërkon deklaroj të përfitoj pension apo trajtim të veçantë financiar. Nëse juve kërkoni që të përfitoni një trajtim veçantë financiar, juve në këtë rast klikoni butonin po. Ndërkohë, kemi pikën E, si shfaqet në ekran, që kërkon të deklaroj nëse nuk përfitoj asnjë lloj tjetër përfitimi nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Në këtë pikë, në këtë nderuar miq, neve kur flasim për përfitime, do thotë mund të jetë një trajtim i veçantë që mund të merret nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, mund të jetë një pension invaliditeti, mund të jetë një ndihmë tjetër që kategorizohet sërish për shembull që i jep Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Nëse juve përfitoni në këtë rast një të ardhur nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, atëherë juve klikoni mbi këtë buton. Nëse juve në këtë rast nuk përfitoni, atëherë juve klikoni. Nëse ju jeni përfitues të një të ardhure nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore të nderuar miq, atëherë në këtë rast juve nuk do ta lini të bardhë. Pra, kërkesa është deklaroj që nuk përfitojnë. Atëherë në një rast të tillë juve do duhet në këtë rast që ta klikoni butonin. Të nderuar miq, vijojmë në këtë rast me elementin tjetër. Si shfaqet në ekran në këtë rast, juve ju kërkohet që të lëni një shënim nëse keni në fund të ekranit, tek kuadrati shënimi aplikantit. Mëtej, një fazë tjetër shumë e rëndësishme e plotësimit, si shfaqet edhe në ekran, është në këtë rast seksioni 4, që është dokumentacioni shoqërues.
Të nderuar miq, në ekran neve shikojmë tek dokumentacioni shoqërues, juve i keni të shënuara të gjithë llojet e dokumentave që do duhet të dorëzoni. Dhe kur flasim për dokumentat në këtë rast, flitet dokumentat të cilat juve duhet i dërgoni në format PDF-je dhe gjithmonë sistemi do t'ju kërkojë në mënyrë të vazhdueshme dhe do t'ju orientojë njëkohësisht për dokumentat që duhet dorëzoni. Dhe këtu në këtë rast kemi të bëjmë për shumë me vërtetim page, vërtetim për periudhat e shërbimit ushtarak të detyrueshëm ushtarak, certifikat martese, gjithmonë për zonjat, dhe kjo në këtë rast është e detyrueshme, pasi juve pat që kishte dhe opsionin e një mbiemri të ndryshëm, vërtetimin e pagës së papunësisë, për vërtetimin për faktin e dënimit për motive politike, dëshmi penaliteti, vërtetim për pagën kalimtare në rastin e ushtarakut, kur aplikojnë për pension si ushtarak, vërtetim për pagesën e energjisë elektrike, vërtetim nga gjendja civile, certifikat familjare, certifikat lindje fëmije për nënat me më shumë fëmijë, dhe tham rastin e nënave me 6 fëmijë. Dhe njëkohësisht, dokumenti i fundit që kërkohet në këtë rast është aktivitetet dhe njëkohësisht aktet e vërtetimeve të periudhave tuaj të sigurimit. Në krahun e djathtë të ekranit, siç e shikojmë, kërkohet libreza e punës, që do thotë juve duhet të keni të skanuar të gjithë librezën e punës, dhe më tej kërkohet vërtetimi i pagave, nëse keni gjithmonë për pagat e derdhura që nga viti 94 dhe deri në momentin që keni lënë marrëdhënien e punës, dhe këtu në këtë rast kërkohet përpara vitit 2012, sepse nga 1 janari viti 2012 kemi sistemin elektronik të derdhjes së kontributeve, diplomën e shkollës së lartë për zonjat, dhe kjo kërkohet sepse deri në 31 dhjetor të vitit 2032, ligji parashikon që vitet e shkollës së lartë me shkëputje nga puna do të njihen si periudhë sigurimi për zonjat. Vendimi gjykate për njohje vjetërsi pune në të gjitha ato rastet kur kemi qytetarë që janë drejtuar gjykatave për të njohur vitet e tyre të punës dhe dokumentat e tjera që juve i shikoni ose i quani si të rëndësishme. Të nderuar miq, pasi juve keni bërë plotësimin e të gjithë këtyre dokumentave, duke i shënuar me data nga 1 dhe duke i ngarkuar të gjitha dokumenta që kërkojnë nga ana e sistemit, në fund në këtë rast, siç e shikojmë edhe në ekran, do t'ju dali emri juaj që jeni deklaruesi. Dhe në këtë rast, siç e shikojmë në ekran, sistemi në këtë rast do t'ju kërkojë, kemi një kërkesë të fundit që është mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipër, që më parë ishte detyrim të dorëzohej nga ana e qytetarit në zyrat e shtetit, tashmë në këtë rast është nënpunësi i administratës në qytetin që juve, ose në këtë rast në institucionin që juve keni bërë kërkesën, në mënyrë që të bëj në emër të qytetarit kërkimin dhe duke klikuar mbi këtë buton, juve në këtë rast i jepni të drejtë punojësit të administratës që të kërkojë për ju të gjithë dokumentacionin. Është një element shumë i rëndësishëm të nderuar miq, sepse nëse juve nuk klikoni, do thotë që ai punojësi i administratës nuk mund të bëjë dot punën për ju. Që do thotë ai nuk i kontrollon dhe nuk i verifikon dot të data. Andaj në këtë rast ju do duhet të klikoni pikërisht mbi këtë buton. Në momentin që ju keni klikuar mbi këtë buton, është momenti i fundit në këtë rast që kemi të bëjmë me një element po prapë shumë të rëndësishëm, që në këtë rast është klikimi. Pra, kur juve në këtë rast keni mbaruar të gjitha të dhënat që juve keni plotësuar, në fund të butonit me gërma të kuqe keni një buton që shkruan dërgo. Unë do t'ju rekomandoja që pasi juve, përpara se juve të plotësoni ose të klikoni mbi këtë buton, të bëni një rishikim të gjithçkaje që ju keni shënuar për të korrigjuar një gabim të mundshëm ose për të bërë në një plotësim i cili mungon. Sepse sistemi në këtë rast për të gjitha ato të dhëna të cilat ai ka të domosdoshme për të kërkuar, ai nuk e pranon kërkesën nëse ju nuk i keni plotësuar. Dhe nëse ju gjykoni që i keni plotësuar të gjitha dhënat në rregull, atëherë në këtë rast juve klikoni mbi butonin dërgo. Në këtë mënyrë juve keni mbyllur aplikimin tuaj.
Nëse gjithçka ka shkuar me sukses, atëherë sistemi do t'ju kthejë një përgjigje që do thotë aplikimi juaj është realizuar me sukses, si në kuptohet është regjistruar si aplikim dhe do t'ju japi një numër që quhet numri i trajtimit dhe ky numër në këtë rast është numri i identitetit ose numri në këtë rast i aplikimit tuaj. Juve duhet ta mbani shënim këtë numër, nuk duhet ta humbisni, sepse të nderuar miq, tani fillon faza e dytë e aplikimit. Të gjithë të dokumentave që juve i ngarkuat online, do t'i vendosni në një zarf. Mbi zarf në këtë rast do shkruani emrin tuaj, adresën tuaj të banimit, por edhe numrin e trajtimit, prandaj në këtë rast është shumë e rëndësishëm, dhe juve në këtë rast do ta dërgoni këtë zarf pranë drejtorisë rajonale të qytetit tuaj. Në këtë rast, drejtorisë që morën si shembull drejtorisë rajonale të qytetit të Tiranës. Të nderuar miq, çka duhet keni në konsideratë është që ribreza e punës duhet të jetë origjinale kur të dorëzohet. Dhe pasi e dorëzoni me post zarfin, ju do jeni në pritje se një përgjigje. Përgjigje në këtë rast e cila do t'ju vijë nga ana e Institutit Sigurimit Shoqëror, pasi do të bëjnë ata të gjitha verifikimet, të gjitha prollogaritjet dhe gjithçka që të nevojitet për të përcaktuar vlerën tuaj të pensionit. Të nderuar miq, do duhet të keni në konsiderat dy element. Kur juve bëni kërkesë për aplikim për pension brenda një viti nga data e fitimit të drejtës, dhe kur flasim për datë fitimit të drejtës në kuptojmë ditën ku ju realizoni moshën që kërkon ligji, e thënë me një shembull të thjeshtë. Në vitin 2025, burrat mund të dalin në pension në moshën 65 vjeç, ndërsa gratë në moshën 61 vjeç e 10 muaj. Pra kur mbushni këtë moshë që kërkon ligji, ju fitoni të drejtën e pensionit. Dhe nëse kërkesën për pension do ta bëni nga dita e parë që e fitoni të drejtën brenda një viti kalendarik, atëherë në këtë rast juve do t'ju filloj pagesa e pensionit pikërisht nga kjo datë. Nga data e fitimit të drejtës, nëse juve do bëni një kërkesë për pension, pasi ka kaluar një vit nga data e fitimit të drejtës për pension, atëherë në këtë rast juve mund ta përfitoni pensionin pikërisht nga data e kërkesës. Ndaj të nderuar miq, për të mos humbur asnjë periudhë ose njëkohësisht asnjë muaj nga pagesa e pensionit, unë ju rekomandoj që juve ta plotësoni kërkesën pikërisht brenda një viti nga koha e përfitimit të drejtës. Të nderuar miq, kjo ishte pjesa që unë kisha përgatitur për t'ju shpjeguar zbatimin e ligjit numër 7 dhe se si lidhet ai edhe me vitet tuaj kontributive përpara 1 janarit 1994, por nga ana tjetër se si lidhet edhe me marrëveshjet e pensioneve që neve kemi me vende të ndryshme. Është shumë e rëndësishme të nderuar miq që të jeni shumë të saktë të dhëna që juve përcjellni në mënyrë që të merrni të plot atë çka ju takon në të drejtën tuaj dhe vlera e pensionit të jetë një vlerë e plotë. Në pjesën e dytë, në këndin e pyetjeve të episodit të 17 takimet e udhën, do të përgjigjemi 3 pyetjeve. Pyetja e parë është: a gjen aplikim ligji numër 7 i vitit 2025 në rastin e qytetarëve shqiptar që kanë vite kontributive në Shqipëri dhe në Itali dhe aplikojnë për pension italian? Të nderuar miq, marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë ofron mundësinë e bashkimit të periudhave kontributive dhe njëkohësisht njohjen e të gjitha periudhave kontributive siç e njeh ligji shqiptar. Dhe për të gjithë juve miq të cilët keni vite pune përpara 1 janarit të vitit 1994, juve në këtë rast kur bëni kërkesë për pensionin italian, do duhet të përcjellni të gjithë dokumentin shoqërues dhe më tej është INPS i cili i kërkon Institutit Sigurimit Shoqëror certifikimin e kësaj periudhe kontributive. Në këtë rast, INPS kërkon pikërisht zbatimin e marrëveshjes dhe njëkohësisht i kërkon Institutit Sigurimit Shoqëror edhe certifikimin e periudhave kontributive përpara 1 janarit 2012 dhe kjo ndodh sepse përpara kësaj date i gjithë arkiva e Institutit Sigurimit Shoqëror është një arkiv manuale, jo digjitale, dhe verifikimi i çdo periudhe bëhet në mënyrë manualisht, do thotë rast pas rasti. Pra të nderuar miq,
është Instituti i Sigurimeve Shoqërore që ka tagrin për të certifikuar periudhën tuaj të sigurimit, dhe në këtë rast flasim për periudhë pune deri në 1 tetor të vitit 1993 dhe për periudhë kontributive pas 1 tetorit të vitit 1993. Pyetja e dytë, të nderuar miq, lidhet me zbatimin e ligjit nr. 7/2025 dhe çfarë ndodh nëse neve kur bëjmë aplikimin për pension nuk e zgjedhin opsionin e ligjit e zbatimit të ligjit nr. 7/2025. Siç e pam edhe për gjatë përshkrimit të gjitha hapave për plotësimin e aplikimit tuaj për pension, është themeltare nëse juve do zgjidhni që ta aplikoni për pension duke gjetur zbatimin e ligjit nr. 7, sepse ligji nr. 7/2025 mbështetet mbi të dhënat tuaja deklarative, të cilat ju i bëni mbi bazën e dokumentit që keni, siç mund të jetë rasti i librezës së punës. Dhe ky ligj në këtë rast ju mundson që kur juve keni mangësi në dokumentacion, dhe juve mund ta keni për shembull datën e mbylljes së punës në librezë, por ndërkohë nuk është e pasqyruar në regjistrat përkatës që janë në arkivën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, atëherë në këtë rast, nëse nuk do kishim ligjin nr. 7/2025, juve do duhet i drejtohesh gjykatës për të vërtetuar datën e mbylljes së punës. Në këtë rast, ligji ja u heq këtë peshë, sepse në këtë rast ligji ja u njeh në mënyrë deklarative këtë periudhë. Ndaj është shumë themeltare nëse ju keni mangësi në periudhën tuaj të punës, ta zgjidhni aplikimin për përfitimin e pensionit duke gjetur ose duke kërkuar zbatimin e ligjit nr. 7/2025. Në këtë mënyrë juve do thjeshtoni edhe punën tuaj, për nuk keni pse të rendeni dyerve të gjykatave për të fituar ose për të kërkuar të drejtën tuaj, sepse ligji jo garanton këtë gjë. Pyetja e tretë është, në cilat raste pranohet periudha e punës jashtë Shqipërisë gjatë aplikimit për pension pleqërie? Të nderuar miq, ligji shqiptar ka të përcaktuar që të përfitosh një pension pleqërie do të duhet të realizosh minimumi 15 vite kontributive. Nëse juve në Shqipëri keni më pak se 15 vite kontributive, por nga ana tjetër keni vite pune edhe në shtete të tjera me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie ose ka vendosur dhe ka miratuar një marrëveshje, automatikisht juve mund ta përdorni periudhën e realizuar të punës në ato shtete si periudhë sigurimi, e bashkoni me periudhën në Shqipëri në mënyrë që të realizoni plotësimin e kushtit minimal prej 15 vitesh kontributive. Pra vetëm në rastet kur juve keni mangësi në numrin 15 të viteve kontributive. Nëse juve i keni 15 vite kontributive ose më shumë, dhe duhet kemi konsiderat të nderuar miq që kur flasim për vite kontributive nuk do thot vetëm vitet e punës, por edhe vitet që njihen si vite sigurimi, siç është rasti për shembull i ushtrisë për burrat, pra 2 vitet e ushtrisë për burrat njihen si periudhë sigurimi, ose siç është rasti për gratë, ku vitet e universitetit, pra ose shkollës së lartë, të cilat janë realizuar me shkëputje nga puna, njihen si periudhë sigurimi deri në 31 dhjetor të vitit 2032. Pra në këtë raste, kjo periudhë sigurimi përfshihet në totalin e periudhës së sigurimit, dhe nëse ky numër i tekalon numrin 15, atëherë nuk është nevojshme që juve në këtë rast të gjeni mbështetje te periudhat tuaja të sigurimit jashtë Shqipërisë, sepse mjafton vitet e sigurimit në Shqipëri që juve të jeni në këtë rast një përfitues i pensionit të pleqërisë. Të nderuar miq, ky është episodi 17 që unë kisha përgatitur për ju. Siç e pam, të nderuar miq, zbatimi apo jo i ligjit nr. 7 i vitit 2025 është në dorën tuaj. Pra jeni ju që vendosni nëse kërkoni që të gjeni zbatim ky ligj në kërkesën tuaj për pension apo jo. Unë shpresoj shumë që ky informacion, i cili më është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme nga shumë qytetarë, të jetë i dobishëm dhe të ketë ndihmuar dhe t'ju këtë orientuar për aplikimin tuaj për pension dhe njëkohësisht të kuptoni realisht se si funksionon zbatimi i ligjit nr. 7/2025. Unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanunaj Kortoçi. Njëkohësisht ju ftoj të lini komentet, të shtoni pyetje dhe paqartësi që keni. Na thoni nëse keni aplikuar për pension pleqërie
Nëse keni kërkuar zbatimin e ligjit nr. 7/2025, cilat kanë qenë përgjigjet? A keni hasur vështirësi në plotësimin e formularëve ose në këtë rast në plotësimin e të gjitha të dhënave në këtë procedurë aplikimi për pension? Dhe sa ka qenë dobërpruese dhe njëkohësisht ndihmuese për ju nëse ju keni qenë kërkues të zbatimit të ligjit nr. 7/2025. Ju falenderoj për zemërsisht që na ndoqët deri në fund të episodit dhe që na keni ndjekur në mënyrë të vazhdueshme në episodet tona duke zgjeruar këtë komunitet që vjen duke u rritur dita ditës, i cili merr informacion në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm për pensionin shqiptar, por edhe për marrëveshjen e pensionit mes Italisë dhe gjithçka që lidhet me pensionin. Unë ju lë takim deri në episodin e radhës dhe deri atëherë, mirë takofshim.